Ka pas shi shumë edhe për shkak të shiut shumë misës si speshini ende shumë lakra kanë met në përfush, shumë ara nuk janë lëvruar, pasi jemi në kohën edhe kur mbillet gruri. Drejton? S'pas kanë mujt me livru shumë, ha? Lakështi e madhe, ha? Tu e gjitha qenë ka pa livru. Që spinaq kush i ka mbjell? Ftoft është. Tali Regjepi këtu e ka serën ku i ka kultivu në këtë sezon sallatat marolla dhe çdo ditë është duke vjel. Është objekti kooperativa Krushe, nga kooperativat e fshatit, sa ka 5, është e Faria Hupit. Qa që ka loqë. Wat ja, ik doe het zo los het. Gaan we hier maar staan lassen. Industria bujqësisë kultarisë dhe zhvillimit rural. Këtu jemi në serën e Sali Regjepit, i cili koma parë ka pas mbjellur domate, e ka shfrytzu serën një herë. Tash i ka sallatët që i shet, pasi ti he këto në fund janar prapë mjall sallata dhe e shfrytëzon serën. Dhe i herë, në pranvera mjall speca prapë, mjall domate, nuk e dim mirë, po gjdo serë që jepet në komunë të Travecit shfrytëzohet maksimum. Edhe e ftojmë Ministrinë e Bujqësisë mi për krapsa buq të pak që në kanë mbetur pasi i avlen. Nuk shkon parja dom, do të thonë investohet aty ku duhet. Dhe shikoni çfarë bukurie. Puna e ndryshon edhe natyrën, e gjelbron, e rregullon. E pas fushëve u nalën pak edhe lakre, do të thënë ku hynë të shi, te Faria, ku punohet edhe gjatë dimrit. Brimve që ka ra, po shumë ara, do të thënë si shpeshini, janë betë pa livru. Inshallah merr koha e lavrojnë e mbjellin. Ky veç pajtë më bës t'i lash. Laksht, lash. U shka bare ble në drum. Dhe kati t'i bojnë të cëptojnë. Beslimi ku po shet aty. Tash të nxeun pak me ka i qaj apo kafe. Ju përshëndesim.